Do të vazhdojmë me mysafir në studio, miqtë e mi. Kemi zgjedhur sot të flasim për vizitat e shumë grupe të nxënësve në Observatorin e Kosovës, një vend ku shihet e prekët me sy aty ku bëhet shkencë, edhe fëmijët kanë kurreshtë sigurisht të mësojnë drejt për drejt nga shkenca, sesa ndoshta të lexojnë libra fizik që e kanë mërzi, ju e dini që e kanë mërzi ata shumë, e ndoshta kështu i joshim pak më shumë që ata të bëjnë kërkime edhe vetë që në moshë të vogël. Kemi ftuar profesor Milaim Rushitin, profesorin e astronomisë dhe kryetarin e astronomi, Outreach of Kosova, ose klubi astronomisë në Kosovë. Profesor, mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Kam pak këto ditë grupe të fëmijëve që kanë ardhur atje te observatori edhe me pa drejt për drejt punën që bëni. Si e keni menduar këto vizita që po i bën atë? Edhe njëherë përshëndetje për gjithë dëgjuesit. Ne si organizatë Astronomia Outreach of Kosova e menaxhojmë këtë qendër observuese qysh nga viti 2024 në qershor kur është bërë hapja, dhe ne jemi duke organizuar vërejtime, ligjërata për nxënës të shkollave fillore, të mesme, sidomos kur ato janë natën bana dhe më atraktive, kështu që ne gjatë gjithë kësaj kohe jemi duke organizuar vërejtime të ndryshme me grupe të interesit të ndryshëm, sidomos të shkollave, po jo vetëm këtë, sepse ne punojmë edhe gjatë natës me orar prej 7 në mbrëmje deri në 12 të natës, ku të interesuar që kanë një pasion për astronominë mund të vinë dhe të vërejtojnë aty. Sa mirë, janë fëmijë të moshave të ndryshme, apo ata që pak kanë filluar të mësojnë prej astronomisë? Praktikisht, targeti joni kryesor është nxënësit e shkollave të mesme. Po, që janë pak më të rritur. Janë më të rritur edhe mësojnë lëndën e astronomisë në shkollat, sidomos gjimnazi shkencor, mirë po nuk janë të elan mangu edhe ata të cilët janë edhe parafillor të shkollave klasës parë deri në 12-ën, mirë po është një interesim kogja shumë i shtuar, bile sidomos këto ditëve të fundit kemi pas disa vizita shumë të mira. Prandaj ju ftova se u bë lajm ajo borri juaj atje. Faleminderit shumë për ftesën. Ne në shkolla e mësojmë astronominë. E thash edhe unë jam profesor i astronomisë pikërisht në gjimnazin e shkencave në Ferizaj, në gjimnazin Kuvendi Arbit, mirë po astronomia e cila mësohet në shkolla është astronomia e cila është e thatë. Dhe ne për t'u bërë dashtun, astronominë e kemi bërë që pjesën praktike. Është vetëm në Troje shqiptare kjo qendër e cila po ofron këtë mundësi për nxënësit dhe madje me pajisje shumë të sofistikume, sa që janë teleskopi për vërejtimin e diellit është më i madh në Evropën juglindore. Ndërsa ai cili është për vërejtimet e natës është Schmidt Cassegrain, më i madhi që prodhon kompania Celestron për vërejtime astronomike. Kështu që janë teleskopa shumë të fuqishëm për me vërejtu. Ju kujtu dëgjuesve që ju keni dashur këtë profesion shumë, edhe çush lexova e kishit pas fal hapësirën tokën, atëherë për më ndërtu këtë qendër atje të Shtimja, çush e pata emrin ai vani? Rashinca, fshati Rashinc i komunës së Shtimjes, i keni dhënë tokën për me mundsu me ndërtu këtë qendër edhe për me zhvillu kërkime të rinj më tutje. Gjithmonë ka mbet ajo qendër atje apo si bazë? Në fakt ne si organizat kur e kemi bërë idenë, fillimisht kemi qenë gueril. Jemi enda ne e këndej të shku me teleskopa mirë, po e kemi po që është e pamundshme me mrina në çdo shkollë, në çdo qytet, në lagje ku na ftojshin me teleskopa. Plus asaj shto këtu që është edhe dëmtohen pajisjet. Po, ato do të qenë stabil me një vend. Do të më kanë stabil, statik. Dhe pikrisht për këtë arsye kemi filluar me mendu një ide që të tjerët me ardhë na dhe jo na me shkutet gjithë. Fatkeqësisht në atë kohë na nuk ishim mjetët tona si organizatë dhe u desh të drejtohemi në 2 rrugë ose kanale për me mujtë me siguru ndërtimin e kësaj qendre. Njëra ishte me fondën nga jashtë dhe tjetra ishte me fondet e shtetit. Dhe u bë? Dhe u bë, mirë po ish problem edhe kjo pjesa e parcelës, që besoj që çdo kush që i shkon aty edhe e kish bërë njëjtën gjë, kështu që jo, nuk e dija e kishin bërë krejt njëjtën gjë. Sidoqoftë ju që ja keni ditë rëndësinë, si profesionist i fushës, keni thonë po, se shumë a shumë përfiton ndoshta nga në kuptimin jo material, po në kuptimin e përgjithshëm të shoqërisë, me dhëna tokë aty, se ndoshta çka kishte mujt me mbjell aty?
çka do që të mbillet të konë tokë pjellore. Unë të falenderoj për krejt ata që shfrytëzojnë qendrën për këtë dhuratë që ki bë, por dhurata më e madhe është ligjërata që i mbani profesor për ata që vizitojnë observatorin edhe çka marrin aty. Çfarë opinione kanë të rinjt kur vinë aty dhe dalin nga qendra? Në fakt është vetë prezenca e ty në aty e sheti një entuziazëm tjetër që ushtohet fëmijëve që pas ka mundësi edhe këtu, është një imagjinat pak më e madhe sa që kur ju apum shembuj se si kanë arrit antarët tonë të kryesisë ose të organizatës që sot jenë në doktoraturë në Amerikë ose të jenë duke studiu pikrisht në shkencat planetare, siç është pranvera e cila edhe ka bën zbulimin e një prej asteroidëve dhe sa da i mban emrin pranvera i seni, po ashtu Bujari i cili është njëri nga studentët më të dalluar në Amerikë në doktoraturë duke studiuar shkencat e fizikës së mjekësisë. Domthonë janë të arritura që i kanë marrë, nuk po e tham komplet bazën për aty. Mirë, po ju ka arrit një entuziazëm edhe sa janë ku janë. Janë inspiruar prej aty, domethënë ka shumë rëndësi, siç thashëm fillim, që fëmijëve me u dhënë një shtytje, sepse kemi pa një rënje të disponimit për me lexu libra fizik. A ki pa rrallë gjendi ka që lexon një roman ose libra të tjerë, e kjo detyrimi librave fizik në shkolla krahas teknologjisë që fëmijët e përdorin pa shmangshëm, kanë krijuar shumë varësi në shtëpi, është sikur një front që përballen mes vete dhe është pak problem ndoshta të dilet. Në momentin që ofrohet diçka e tillë, ata joshën pak më shumë. Po, unë e thash, na nuk kemi të bën shkencë aty. Nuk kemi të ju shpjegu shkencë astronomike të rangu tepër të lartë. Po me pas qëllimi është si mësohet. Pikrisht ajo, domethënë na mujna me u ofru praktik aty, me i largu pak prej asaj rutinës shkollore. Mos më pritu madje me lexu librin. Pikrisht. Na jena tu i maltretu fëmijët, unë shpesh e tham, në për shkollat tona është torturu fëmija në thojza, po e tham, për shkak se testet janë trana, vlerësime duhet shpesh, ne dhe janë në punë që janë të shku veç si rutinë, nuk është të bën për diçka tjetër. Shablone pa ndonjë përmbajtje cilësore. Ma shumë mësimdhënësit ma shumë detyrohen me plan programe, me çështje administrative, se sa që mirët dikush se sa është duke bërë mësimdhënësin në orën e mësimit. Sa ka mësimdhënie efikase. Kjo është shqetësuese për të gjitha lëndë, kemi pas sa vështirë është, por të nisë përvojës me fëmijën tim, ka një kurreshtje për me mësu planetet, për me mësu gjeografin, astronomin, hapësiran që na rrethon. Prandaj po mendoj që ndoshta secili fëmijë do ta kishte kurreshtjen të vinte në qendër. Po pikrisht kur ne ju ofrojmë diçka hala më shumë, kur ai e sheh për herë të parë diellin. Çu shohin diellin janë me teleskop special që janë të rangut të thashë më shumë. Në çfarë kohë preferoni me pa diellin më shumë? Ne kemi organizimin 50 deri në 5 gjatë ditës. Ndërsa në mbrëmje pe 7 deri në ora 12 natës ku mund të shohim planetet edhe anën. Planetet natës, po hyet. Domthon një mrekulli kur ata takohen për herë të parë me unazën e Saturnit, shembull, ose me ngjyrat e Jupiterit, me hënët të Jupiterit. Domthon janë këto që aty ne ju jesin mbres gjithë jetën. Por pak thjellim të motit duken mirë, profesor. Pikrisht, do gjithmonë ta kemi parasysh kohën. Po. Nuk kohën në aspektin klimatik, jo kohën si orë, po klimatik. Na varmi shumë prej vrejtimet janë kryesisht të mvarura prej motit. Nëse moti është i vrant, nëse moti nuk është i kfjalt ashtu mirë, na nuk kemi mundësi me pa shumë, ose kemi mundësi me pa hanën, po s'mina me pa Jupiterin, se në qatë pjesë është pjesa me planeteve. Jo, më shumë me dendur me reje, dhe na nuk mujna me vrejtu. Sa planete mundeni me pa me pajisjet që keni? Në fakt mujna me pa Merkurin, Venerën, Marsin, Jupiterin, Saturnin, po, edhe galaktika, nebula, kështu që me këta teleskopat që janë mund shumë, veç se duhet tjetë natë e këfjalt edhe pa hanë, për me pas sa ma largë, dërsa për Jupiterin edhe Marsin e Saturnin, tash bile pikrisht. Pse po pa hanë, a pengon hanë? Hana dritat gjithmonë pengojnë. Arsyeja e parë kryesore pse jam në fshatin e Rashinës nuk është diçka ajo pjesa e dhurimit të tokës, po është edhe me u ikë që dritave të qytetit. Na e shohim shembull nëse dalim
sante në Prishtinë dhe vrojtojnë qiellin, kena mi pa një 20-30 yje dhe ma shumë nuk shohmi, se na pengojnë drita dhe qytetit. Atëherë duhet të jemi sa më larg dritave, më erët, që mos na pengojnë dritë. A vin dritë. grupe edhe natën a? Po, të shkollës. sidomos ona Vushtrës, po i organizojnë ana të martën të njëjtën të shtunën, prej orës 7 deri në ora 12, ata mundin me ardhur kur dush. Ka pas shumë, si vjet bile kemi pas 3 shkolla që kanë ardhur veç në mbrëmje. Sa mirë. A i keni të hapur qendrën edhe për grupe jashtë Kosovës? Po. Vinë edhe ata? Po, ka pas prej gjithë botës të. Edhe kur e kemi bërë. A keni staf profesor që jemi 3 vetë tash të punu. Me shpjegu edhe anglisht për shembull edhe edhe anglisht, po, edhe anglisht mund me shpjegu. Une nuk e njoh fort mirë, po tana kushdo që është, po tani që duhet me që keni grupe të huaja, ndoshta i gjejm ose une për këtë e flas shqip ndërsa dikush për këtë, mirë po kryesorja e bëj me dha zgjidhje. Sa mirë, sa lakmi po ju marr, çfarë punë e mençur. Është projekt që ndoshta do të jetë jetësor për ju personalisht, por edhe për se dikush do të më bëj parë, ndoshta mund të më bëj këtë qendra edhe në vende të tjera, po? Absolutisht, po. Kushtueshme shumë? Jo, nuk është shumë i kushtueshëm kësht ka kemi na. Dikon 310.000 euro ka kushtu projekti si total. Mirë po i kemi edhe mbi $150.000 që janë pajisje të ardhura nga jashtë, që ata kanë thënë që na po ja u bim pajisjet, mirë po do të ta keni objektin. Dhe ne objektin e ndërtonëm, mandej na ardhen edhe pajisjet edhe tash i kemi këto. Mirë po, kjo çka është aty, nuk ka çmim. Në kuptimin material, sepse t'ja afrosh një fëmijës një të ardhme, për mua është çmimi më i madh. Prandaj tash dhuratë madhe po i bëni fëmijëve, jo vetëm tokën që keni dhënë. Profesor, a ka nevojë për me bërë një qendër tjetër, ndoshta keni kërkesa shumë për punë, a mundi më dalë ju ta zëm nëse në një sezon vërsulën krejt shkollat me ardhur, është pak e mundshme, e mundimshme. Unë shpesh e tham duhet me bën një marrëveshje mes ministrisë dhe ne si organizatës si observator, kurdo që ajo të është edhe se tash për momentin na e kemi veç në menaxhim. Mirë po unë jam të synuar që ajo më kanë qendër tamam publike, që ata me pas një interior të ardhjes, jo kur me orare të rregullta të shkollave. Grumbullohen shembull në tetor ose në shkurt ose në mars. Që s'mundemi përballu fluksit. S'mundemi përballu, kështu që duhet të me bani rregull që me mujt me ardh ata në orare të ndryshme dhe në kohë të ndryshme. Jo keq shkollat për një herë, mirë po me mujt me ardh sa ma sepse ja vlen se cili fëmijë që kalon për lëndën e astronomisë të shoh praktikisht se pse duhet me mësu këtë lëndë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve për ftesën. Ju uroj punë të mbar e faleminderit në emër të gjithëve për dhuratën që po i bëni fëmijëve e të rinjve të Kosovës. Faleminderit, ishte kënaqësia ime dhe shpresoj të takohemi edhe atje edhe me ju, po edhe me çdo pak që ka ndjenja për dije dhe jo për nota. Unë shpesh e tham, nxënësit tonë janë të mësu për nota. Ti bajmë të mendojnë për dije për të ardhmen e tyre. Kur gja ma shumë nuk përdojnë. Po e mbyllim me këtë mesazh. Be rëndësishme të mësojmë për dije, jo për nota, e fatkeqësisht ju bëjmë shumë presion edhe për nota. Shumë kënaqësi e faleminderit profesor. Faleminderit juve. Dëgjues të dashur, ishim me profesor Milaim Rushitin, ekspertin e astronomisë, folëm për observatorin të cilin e drejton ai edhe klubin e astronomisë, Astronomia Outreach of Kosova, një punë e mençur që bëhet atje, shumë grupe të rinjve si tha profesori po shkojnë atje, shumë e rëndësishme të mbështesim edhe më shumë këtë observator dhe fëmijët tanë për dije më shumë.